Në një botë ku dyshimet dhe dëshira për kontroll përplasen me ndjenjat më të thella, gjithçka është në rrezik. Boran zhytet gjithnjëherë më shumë në jetën e Aliës dhe Xhianit, duke tronditur çdo ekuilibër me të vërteta që nuk mund të fshihen me. Një përballje ashpër shpërthen dhe këtë herë askush nuk të riqet pa pasoja. Ndërkohë, një aksident tragjik ndryshon gjithçka për Zerin dhe Kajen, duke i bashkuar në dhimbje dhe duke ndezur një etje të rrezikshme për drejtësi. Në këtë kaos, Demiri përballet me pasojat e zgjedhjeve të tij, ndërsa e kaluara kërkon llogari mes dashurisë, tradhtisë dhe sakrificës. Alia dhe Xhian luftojnë për të mbajtur gjallë lidhjen e tyre, por një lëvizje fort nga Boran mund t'i çojë drejt një pike pa kthim. Në këtë episod, ngjarjet marrin një kthes dramatike kur Xhian, Alia, Sadakat, Nare dhe Shahin nisen për Zerin dhe Kajen pas aksidentit tronditës. Mes kaosit dhe ankthit, Xhian përpiqet të shpëtojë Kajen, ndërsa Alia bën një zbulim shokues. Zerin nuk ndodhet në makinë. Në një moment tensioni të madh, Kaja përmendet dhe shpërthen në panik, duke kërkuar me dëshpërim Zerinin. Fjalët e tij tronditin të gjithë. Ai akuzon Demirin për rrëmbimin e Zerinit dhe fëmijës së tij. Ndërkohë, Shahin kontakton Demirin për të mësuar të vërtetën. Përgjigjja e tij sjell një tjetër kthes të papritur. Zerin ndodhet në spital. Pak çaste më vonë, e vërteta del në pa. Zerin ka lindur. Ndërsa Xhian dhe Alia mungojnë, Borani shfrytëzon momentin për të hyrë më thellë në jetën e tyre. Kësaj here, duke ju afruar Denizit, me fjalë të kujdesshme dhe qëllime të fshehta, ai përpiqet ta manipulojë, duke i treguar se dëshiron të jetë pranë tij dhe Aliës. Por pas kësaj sjellje fshihet një stui emocionesh. Kur Borani sheh një foto të Aliës dhe Xhianit, xhelozia e pushton plotësisht. Për një moment, ai e humb kontrollin dhe tenton të grisë foton. Një veprim që tregon sa i thellë është obsesioni i tij. Në ambientet e spitalit, tensioni arrin kulmin kur Kaja dhe Demiri përplasen ashpër. I mbushur me dhimbje dhe zemërim, Kaja e akuzon Demirin si përgjegjës për gjithçka që i ka ndodhur Zerinit dhe fëmijës së tyre. Por Demiri nuk të riqet. Ai i kthen akuzat dhe këmbgul se Zerin është gruaja e tij. Në mes të këtij kaosi emocional, vjen lajmi që ndryshon gjithçka. Zerin është jashtë rrezikut për jetën, por fatkeqësisht, foshnja nuk ka mundur të mbijetojë. Dhimbja i përfshin të gjithë. Kaja thyet emocionalisht, ndërsa edhe Demir përballet me humbjen në mënyrën e tij. Alia dhe të tjerët përpiqen të qëndrojnë afër Kajës, duke e mbështetur në momentin më të vështirë të jetës së tij. Momenti më i dhimbshëm vjen kur Kaja më në fund takon Zerinin, por ajo ende nuk e di të vërtetën. Me shpresë në sy, Zerin e pyet me emocion nëse e ka parë foshnjën dhe nëse është vajzë. Kaja i thyer dhe me lot në sy përballet me momentin më të vështirë. Ti tregoj të vërtetën. Me zërin që i dridhet, ai rrëfen se fatkeqësisht foshnja nuk ka mbijetuar. Fjalët e tij shkatrojnë gjithçka. Zerin shpërthen në lot dhe bie në një gjendje paniku, duke mos mundur ta përballojë dhimbjen e madhe. Një skenë që prek thellë zemrat dhe ndryshon gjithçka për ta. Pas humbjes tragjike, tensioni nuk ndalet. Exhmeli ndërhyn dhe përpiqet të ndikojë tek Demiri, duke nxitur të mos heqë dorë nga Zerin. Sipas tij, kjo situatë e dhimbshme ka hapur një mundësi të re për te. Ai premton mbështetje të plotë dhe inkurajon Demirin që sapo Zerin të dalë nga spitali, ta marrë në shtëpinë e tij, një plan që mund të ndryshojë rrjedhën e gjithçkaje. Kur kthehen në konak, Sadakat i tregon Boranit se Kaja kishte marrë Zerinin nga Demiri, por gjithçka përfundoi në tragjedi. Një aksident i rënd ndryshoi fatin e tyre dhe fatkeqësisht foshnja nuk arriti të mbijetojë. Mes kësaj dhimbjeje, Boran hedh benzinë mbi zjarr. Me ironi të ftohtë, duke ju drejtuar Alis dhe Xhianit, ai thot se këto janë pasojat kur i merr gruan tjetrit. Fjalë që godasin fort dhe ndezin tensione të reja. Përveç kësaj, Boran ka vendosur të mos ndalet, hedh një tjetër hap të rrezikshëm. Këtë herë duke u përpjekur të manipulojë Denizin e vogël, ai mundohet ta bindë që të mos kthehet në ferm, por të qëndrojë në konak. Një lëvizje që fsheh qëllimet e errta. Ky veprim
Trondi thellë Gjianin dhe Alien, të cilët e kuptojnë shumë mirë planin e vërtet të Boranit. Për ta kjo nuk është thjesht një zgjedhje, por një kërcënim serioz për familjen e tyre. Alia përballet me një nga momentet më të vështira si nen. Ajo i rrëfen Gjianit se nuk di si t'ia shpjegojë të vërtetën djalit të tyre. Mes dhimbjes dhe pasigurisë, ajo nuk e kupton si është e mundur që Boran po përdor fëmijën e tyre për qëllimet e tij. Edhe Gjian mbetet i tronditur nga sjellja dhe veprimet e Boranit, duke kuptuar se situata po bëhet gjithnjë më e rrezikshme. Përballë kësaj, Alia merr një vendim të vështirë, të qëndrojë në konak pranë djalit të saj, pavarësisht gjithçkaje. Në këtë moment të ndjeshëm, Gjiani premton mbështetje të plotë dhe i qëndron pranë, duke i dhënë forcë për ta përballuar këtë sfidë. Boran shpreh shqetësimin e tij ndaj Sadakatit, duke thënë se nuk ndihet as pak mirë kur Gjian kalon kohë vetëm për vetëm me Alien, por Sadakat mbetet e bindur se Gjian nuk do të bëjë kurrë gabime që prekin moralin e tij. Në një moment tjetër tensioni, ajo pyet Boranin drejt për drejt nëse ai e do ende Alien, por përgjigjet e tij dhe sjellja e tij i ngren më shumë dyshime. Sadakat i shpreh hapur frikën se ai mund të kërkojë akmarrje duke bashkëpunuar me Xhmelin. Ajo e paralajmëron qartë se nëse e sheh Boranin pranë Xhmelit, nuk do të ketë më falje për të. Sadakat i kërkon Gjianit me këmbgulje që duhet patjetër të largojë Kajen nga Zerrin, duke theksuar se ajo është gruaja e Demirit dhe se ai kurrë nuk do t'i jap divorcin. Sipas saj, kjo situatë po bëhet gjithnjë më e rrezikshme dhe duhet të marrë fund sa më shpejt. Por Gjian, pa dhënë asnjë përgjigje, largohet në eshtje, duke lënë pas një tension të pazgjidhur dhe shumë pyetje pa përgjigje. Në thelb historia rretullohet rreth Boranit dhe përpjekjes së tij për të ndikuar mbi Alien, Gjianin dhe sidomos Denizin. Ai përdor manipulimin emocional, xhelozi dhe ndërhyrje në marrëdhëniet familjare për të ruajtur kontrollin ose për të realizuar interesat e tij. Kjo e bën atë një figurë destabilizuese në çdo situatë. Alia dhe Gjian përpiqen si një çift i lidhur emocionalisht, por vazhdimisht i sulmuar nga rrethanat edhe nga Borani. Marrëdhënia e tyre nuk sfidohet vetëm nga jashtë, por edhe nga keqkuptimet, presioni familjar dhe përgjegjësia për Denizin. Aksidenti dhe humbja e foshnjës janë momenti më i rënd emocional në të gjithë linjën. Në disa momente shfaqet qartë ideja se veprimet nuk mbeten pa pasoja. Sadakat paralajmëron mungesë faljeje, Borani përmend akmarrje, ndërsa të tjerë përballen me vendime të pakthyeshme. Kjo krijon një atmosferë të vazhdueshme tensioni.